Pas shumë muajsh në vendet e fundit, Kuksi ka marrë një fitore të madhe ndaj Kastriotit në transfer duke u ngjitur në vendin e 10. Verdindor tashmë kanë 2 pikë më shumë se luftëtarët dhe lushnjat, të cilët kanë zënë vendet e fundit dhe rrezikojnë seriozisht rënien nga kategoria. Merkatoja e janarit dhe afrimi i trajnerit të Bledi Kadiu kanë dhënë frutet e saj në kampin verdindor. Në 5 ndeshjet e fundit, të besuarit e Kadiut nuk janë mundur asnjëherë dhe për herë të parë këtë sezon kanë marrë 2 fitore radhazi. Veç Kastriotit, Kuksi fitoi pak ditë më parë në Kukës Arena ndaj Lushnjës, një rival direkt. Në sfidat e tjera, blut kanë barazuar me Ilirin dhe Burrelin në transfer si dhe me luftëtarë në shtëpi. Megjithse verdindorët kanë bërë paraqitje pozitive, duke bindur dhe duke treguar se nuk janë dorëzuar edhe pse dukeshin si favorit kryesor për të rënë. Pas pushimit të kombëtarëve, Kuksi do të presë në shtëpi Apollonin dhe një rezultat pozitiv do ta ngjisë skuadrën edhe në një vend më shumë në klasifikim, pasi aktualisht e sheh veten me vetëm 2 pikë më pak se fierakët. Bëj me dije se Kuksi ka planifikuar një miqësore me Ballkanin të shtunën ora 14 në Kukës Arena.